Gjesti i ulur në një cep të shtëpisë duket më i menduar se kurrë. Pasi ka kaluar orë të tëra në heshtje, ai më në fund vendos të flasë për Eglin, e cila tashmë është larguar nga Big Brother. Me një shprehje serioze dhe sytë e përhumbur, ai nis të jap një mesazh publik, duke pranuar se ndoshta ka bërë gabime në mënyrën se si është sjell me të. Nuk e di nëse ajo po më dëgjon apo jo, por unë dua të them diçka. E pranoj që ndoshta nuk kam qenë gjithmonë i drejtë me të. Kam bërë gabime, ndoshta e kam lënduar më shumë se ç'duhet. Nuk e kam kuptuar sa e rëndësishme ishte ajo derisa ajo u largua. Nuk doja që gjërat të përfundonin kështu, thot ai me një zë të ulët, pothuajse të trishtuar. Telsa, e cila është ulur vetëm në një cep të dhomës, e vështron me një shprehje të pavendosur. Ajo duket sikur po e dëgjon me vëmendje, por nuk reagon menjëherë. Gjesti, duke ndjerë barën e asaj që ka ndodhur, kalon dorën në flok dhe pshertin thellë. Nuk e di nëse Egli do më falë ndonjëherë. Por dua që ajo ta di se më vjen keq për çdo gjë që ka ndodhur. Nuk e meritoje të ndihesh e keq. Nëse do mundja të ktheja kohën pas, ndoshta do të bëja disa gjëra ndryshe, vazhdon ai, duke parë drejt kamerës, sikur të donte t'i dërgonte një mesazh të drejtë për drejt Eglit. Atmosfera në shtëpi bëhet më e rëndë. Disa banorë ndalojnë për një moment nga bisedat e tyre dhe e shikojnë Gjestin me një farë habije. Disa mendojnë se ai është i sinqertë, ndërsa të tjerë besojnë se ai thjesht po përpiqet të dalë mirë para publikut. Ndërkohë, Telsa më në fund flet duke tundur kokën me dyshim, të vjen keq? Po atëherë pse e trajtove ashtu? Nëse do të vinte vërtet keq, do ta kishe kuptuar më herët, para se ajo të largohej. Gjesti nuk përgjigjet menjëherë. Ai duket sikur është duke u përpjekur të gjejë fjalët e duhura. Pasi kalon disa sekonda në heshtje, ai thot, nuk e kuptova sa rëndësi kishte ajo për mua, derisa ajo nuk ishte më këtu. Një heshtje e rëndë mbush dhomën, ndërsa Gjesti qëndron ulur, i zhytur në mendime, i vetmuar dhe i trishtuar, ndërsa përpiqet të përballet me pasojat e veprimeve të tij. Gjesti, i ulur në një cep të shtëpisë, duket më i heshtur dhe i menduar se kurrë. Prej disa orësh ai ka qenë i tërhequr nga të tjerët, duke reflektuar mbi atë që ka ndodhur. Largimi i Eglit ka krijuar një boshllëk të madh, jo vetëm në shtëpi, por edhe brenda tij. Më në fund, ai merr guximin të flasë dhe jep një mesazh të drejtë për drejtë për Eglin. Me zë të ulët dhe ton të penduar, ai nis të shprehë ndjenjat e tij. Nuk e di nëse Egli po më dëgjon apo nëse ajo do të më falë ndonjëherë, por unë dua të them diçka. Nuk e prisja që gjërat do të shkonin kështu. Nuk doja që ajo të largohej, aq më tepër për arsye shëndetësore. Ndihem keq që ajo u sëmur, dhe nëse unë kam qenë shkaku i kësaj, më vjen sinqerisht keq. Nuk doja që ajo të ndjente stres apo trishtim për shkak të meje, thot ai, duke kaluar dorën në flok dhe pshertin thellë. Disa banorë që ndodhen aty afër e dëgjojnë në heshtje, ndërsa ai vazhdon, Egli ishte një pjesë e rëndësishme e kësaj eksperience për mua. Edhe pse ndoshta nuk e kam treguar gjithmonë siç duhet, ajo ka pasur vërtet rëndësi për mua. E di që ndoshta e kam lënduar me fjalët dhe veprimet e mia, dhe për këtë më vjen shumë keq. Nuk ishte qëllimi im ta bëja të ndihej keq apo e pavlerësuar. Ai ngre kokën dhe shikon drejt kamerës, sikur dëshiron që Egli ta dëgjojë drejt për drejt. Më fal, Egli. Më fal nëse të kam bërë të ndihesh keq. Nuk e meritoje. Shpresoj që tani të jesh më mirë dhe që të rikuperohesh shpejt. Do doja që të kishe qëndruar më gjatë këtu, por e kuptoj që ndonjëherë gjërat nuk shkojnë siç duam ne. Gjesti lë kokën poshtë për një moment, duke treguar se është i prekur nga situata. Danja dhe Rozana e shikojnë me dyshim, sikur po përpiqen të kuptojnë nëse ai është vërtet i sinqert apo thjesht po përpiqet të dalë mirë para publikut. Pas disa sekondash heshtjeje, Gerta, që e ka dëgjuar gjithë kohën, ndërhyn, të vjen keq tani? Po atëherë pse nuk e trajtove më mirë sa ishte këtu? Tani që u largua e kuptove? Gjesti pshertin sërish, pa ditur si t'i përgjigjet. Ai duket i përballur me pasojat e veprimeve të tij dhe e kupton se ndoshta ka qenë tepër vonë për të ndryshuar diçka. Një heshtje e rëndë mbush dhomën.
Disa banor kthehen në punët e tyre, ndërsa Gjesti vazhdon të rri ulur, I zhytur në mendime, I penduar dhe I trishtuar për atë që ka ndodhur. Gjesti hyn në një debat të ashpër me Rozanën dhe Gertën, të cilat e akuzojnë hapur për mënyrën se si e trajtoi Eglin dhe për faktin që nuk tregoi asnjë shenjë pendese pas largimit të saj nga shtëpia e Big Brother. I irrituar nga sulmet e tyre, ai u drejtohet me ton të ngritur. Pse po fusni hundët në punët e mia? Ju të dyja po flisni sikur e dini më mirë se unë çfarë ndodhi mes meje dhe Eglit. Nuk doni të kuptoni se unë nuk desha që ajo të largohej. Nuk ishte zgjedhja ime, ishte e saj. Rozana, e cila qëndron me krahët e kryqëzuar, e sheh me ironi dhe I përgjigjet, a e dëgjon veten çfarë po thua? Po sikur të mos e kishe sjell në atë pikë, ndoshta ajo s'do largohej. Ti luajte me të, e manipulove, I dhe shpresa të rreme dhe tani do na mbushësh mendjen që s'ke faj? Gerta ndërhyn menjëherë, duke e parë me zhgënjim. Gjesti, a e ke parë veten se si e sjell me të? Një ditë e bëje të ndihej speciale, ditën tjetër e trajtoje sikur nuk ekzistonte. Dhe tani na thua që nuk deshe të largohej? Nëse do e doje me të vërtet, s'do e lije të arrinte në atë pikë. Gjesti rrotullon sytë dhe tund kokën, duke e ndjerë se po vihet në qendër të sulmeve nga të gjithë. Ai shtrëngon nofullat dhe përgjigjet me nervozizëm. Po tani çfarë doni të bëj? Të qaj? Të lutem, Gerta, mos më tregoni mua moral. Unë e kam thënë qartë, nuk isha unë ai që e detyroi të largohej. Ajo mori vendimin vetë. Nëse donte të rrinte, mund të rrinte. Rozana qesh me ironi dhe shikon nga Gerta, pastaj kthen vështrimin nga Gjesti. Ti je një aktor I keq, Gjesti. Ne e kemi parë të gjithë çfarë ke bërë. Por tani po përpiqesh ta bësh veten të dukesh viktim, sikur nuk kishe dorë në këtë. Bëhu burr dhe prano atë që ke bërë. Debati vazhdon të përshkallëzohet dhe banorët e tjerë fillojnë të ndjekin me kurreshtje situatën. Duket qartë se largimi I Eglit ka krijuar shumë tensione në shtëpi dhe Gjesti është në qendër të kritikave, ndërsa Rozana dhe Gerta nuk kanë ndërmend të heshtin për atë që ata e konsiderojnë si një padrejtësi të madhe. Gerta debaton ashpër me Gjestin, duke akuzuar hapur për sjelljen e tij ndaj Eglit dhe për mungesën e çdo emocioni pas largimit të saj nga shtëpia e Big Brother. Ajo I afrohet me nervozizëm dhe I thotë, ti as që nxore një pikë loti për Eglin. Ajo iku e mërzitur, e shkatëruar emocionalisht dhe ti. Ti po sillesh sikur asgjë nuk ka ndodhur. Kjo tregon se ti vetëm ke luajtur me të dhe nuk e ke pasur kurrë me të vërtetë. Gjesti, I cili është ulur në koltukun e dhomës së ndenjes, ngrit kokën dhe qesh me ironi. Pse duhet të qaj, Gerta? Çfarë doje, të binte shi nga sytë e mi? Egli bëri zgjedhjen e saj, unë nuk kam faj që ajo vendosi të largohet. Por Gerta nuk dorëzohet. Ajo I afrohet edhe më shumë, duke e shikuar drejt në sy. Ti e di shumë mirë që e manipulove. E mbajte afër sa të duheshin votat dhe tani po bën sikur nuk të intereson fare. Po të kishe ndjenja të vërteta për të, tani nuk do ishe kaq I qetë. Banorët e tjerë fillojnë të dëgjojnë debatin dhe disa prej tyre tundin kokën në shenjë aprovimi ndaj fjalëve të Gertës. Gjesti, I nervozuar nga vëmendja e tepërt, bëhet serioz dhe e kundërshton. Mos u mundo të më bësh mua të dukem I keqi këtu. Unë kam bërë atë që kam dashur dhe nuk I detyrohem askujt sqarime. Nëse Egli vendosi të besonte gjëra që nuk ishin të vërteta, është problemi I saj, jo imi. Gerta tund kokën me zhgënjim dhe pshërëtin. Ti je vërtet një njeri pa ndjenja, Gjesti. Një ditë do të kuptosh që nuk mund të luash gjithmonë me njerëzit dhe t'ia hedhësh kaq lehtë. Debati mes tyre bëhet më I tensionuar dhe situata në shtëpi mbushet me tension. Duket qartë se largimi I Eglit ka sjellë shumë polemika dhe Gerta nuk ka ndërmend të hesh për atë që ajo e konsideron si një padrejtësi të madhe ndaj një vajze që, sipas saj, u përdor dhe u hodh tutje nga Gjesti. Danja nuk mund ta mbajë dot veten dhe përlotet nga trishtimi pas largimit të Eglit nga shtëpia e Big Brother. Ajo ndihet e shokuar dhe e mërzitur, duke përsëritur vazhdimisht se nuk e kishte imagjinuar kurrë që Egli do të largohej në këtë mënyrë.
Teksa lotët i rrjedhin në faqe, Danja shprehet se Egli ishte një nga njerëzit më të afërt për të në shtëpi dhe se ndjen boshllukun e saj që tani është larguar. Nuk e prisja fare. Mendova se do të qëndronte deri në fund, sepse ajo ishte një vajzë e fortë, pavarësisht gjithçkaje që ka kaluar, thot ajo me zë të dridhur, duke i shprehur banorëve të tjerë sa keq ndihet për shoqen e saj. Ajo ulet në divan, e zhytur në mendime, duke kujtuar të gjitha momentet që ka kaluar me Eglin brenda shtëpisë. Të qeshurat, debatet, bisedat e gjata dhe mbështetja që i kanë dhënë njëra tjetrës gjatë gjithë kësaj kohe i kalojnë para syve si një film. Egli ishte si një motor për mua këtu brenda, dhe tani nuk e di si do të jetë pa të, shprehet ajo, duke marrë frymë thellë për të mos shpërthyer në lot edhe më shumë. Banorët e tjerë përpiqen ta ngushëllojnë, duke i thënë se Egli ka marrë vendimin më të mirë për shëndetin e saj dhe se duhet ta mbështesin edhe jashtë shtëpisë. Por për Danjen nuk është e lehtë ta pranojë këtë situatë. Ajo fshin lotët nga fytyra dhe shikon drejt derës, sikur ende shpreson që Egli të kthehet. Do më mungoj shumë, përshpërit ajo me zë të ulët, duke ndjerë një boshllëk të madh brenda vetes. Largimi i Eglit ka lënë një plagë emocionale tek Danja, e cila nuk e di se si do të vazhdoj loja pa shoqen e saj të ngushtë. Gjesti duket i heshtur dhe i menduar pas largimit të Eglit nga shtëpia e Big Brother. Ai kalon një pjesë të ditës i ulur në kopsht, duke parë përreth me një shikim të zbrazët, sikur është i zhytur në mendime. Disa nga banorët vërejnë që ai nuk është në humorin e tij të zakonshëm dhe e pyesin nëse ndihet keq për largimin e Eglit. Fillimisht, Gjesti shmang përgjigjen dhe përpiqet të duket i pandikuar. "Çfarë të bëjmë?" ishte zgjedhja e saj, thot ai me një ton të ftohtë, duke ngritur supët. "Nuk mund të bëja asgjë për ta ndaluar." Por ndërsa kalojnë orët, disa banorë vërejnë se ai nuk është aq i qetë sa përpiqet të duket. Amber i afrohet dhe e pyet me sinqeritet nëse i mungon Egli. Ai buzëqesh me ironi dhe përgjigjet, nuk është se po e mendon aq shumë, secili zgjedh fatin e vet. Megjithatë, sjellja e tij tregon të kundërtën. Ai shfaqet i shpërqendruar, nuk merr pjesë në bisedat e zakonshme dhe shpesh herë duket sikur po kërkon diçka me sy. Edhe gjatë darkës, ai rriqet, nuk bën shakat e tij të zakonshme dhe madje as nuk ka dëshirë të debatojë me banorët e tjerë, gjë që nuk është tipike për të. Më vonë atë natë, Gjesti shihet duke qëndruar pranë krevatit të Eglit, duke vështruar boshllëkun që ka lënë pas. Ai merr frymë thellë dhe për pak çaste duket sikur diçka e mundon, por përsëri zgjedh të mos e pranojë hapur. "Do vazhdojmë lojën, jeta vazhdon", thot ai më në fund, duke u përpjekur të mos jap më shumë detaje për ndjenjat e tij. Por banorët e tjerë nuk janë të bindur, ndoshta largimi i Eglit ka ndikuar më shumë tek ai se sa është gati të pranojë. Një zarf i kuq mbërri në shtëpinë e Big Brother, duke sjellë një lajm të rëndësishëm që trondi të gjithë banorët. Banorët mblidhen kurioztar dhe të shqetësuar rreth zarfit, duke pritur me ankth për të zbuluar përmbajtjen e tij. Tensioni është i lartë dhe disa prej tyre duken të shqetësuar, duke pasur një parandjenjë se diçka e madhe po ndodh. Pas hapjes së zarfit, njoftohet se Egli duhet të lërë përfundimisht shtëpinë e Big Brother, për shkak të arsyeve shëndetësore. Lajmi i papritur prek të gjithë banorët, të cilët ndihen të trishtuar për largimin e saj të detyruar. Egli, e cila ka kaluar shumë sfida gjatë qëndrimit të saj në shtëpi, nuk e kishte menduar se rrugëtimi i saj do të përfundonte në këtë mënyrë. Me lot në sy, ajo përshëndet një nga një banorët, duke i falendëruar për momentet e mira dhe për mbështetjen që i kanë dhënë gjatë kohës që ka qenë në lojë. Disa prej tyre përpiqen ta ngushëllojnë dhe ta mbështesin, duke i uruar shërim të shpejtë dhe fat të mbar jashtë shtëpisë. Gjesti, i cili ka pasur një marrëdhënie të ndërlikuar me të, duket i hutuar dhe nuk di si të reagojë. Amber dhe Danja janë ndër të parat që e përqafojnë dhe i japin kuraj, ndërsa disa banorë të tjerë shprehin keqardhjen e tyre për situatën. Egli, mes emocionesh të përziera, largohet me kokën lart, duke shprehur mirënjohjen e saj për përvojën që ka pasur brenda shtëpisë. "Ishte një rrugëtim i veçantë për mua, edhe pse po largohem në këtë mënyrë, e di që gjithçka ndodh për një arsye", thot ajo para se të dalë nga dera e madhe e Big Brother. Banorët mbeten të prekur nga largimi i saj i papritur, duke diskutuar për ndikimin që ajo pati në shtëpi dhe për boshllukun që do të lërë pas.
Disa janë të mërzitur, ndërsa të tjerët mendojnë se loja do të ndryshojë shumë patë. Në çdo rast, largimi i Eglit shënon një pikë kthese në lojë, duke lënë banorët me shumë pyetje për të ardhmen e tyre në shtëpinë më të famshme. Gjesti dhe Rizarta po kërcejnë së bashku në mes të sallës, të dy të buzëqeshur dhe të zhytur në atmosferën e muzikës. Gjesti duket më i çliruar se kurrë, ndërsa lëvizjet e tij bëhen më të gjalla dhe energjike. Ai duket se po e shijon këtë moment me Rizartën shumë më tepër se sa kohën që ka kaluar me Eglin. Ndërkohë që kërcimi vazhdon, Gjesti afrohet më shumë drejt Rizartës, duke e shikuar atë në sy dhe duke qeshur me shakat që ajo i bën. Ai e tërheq pas vetes në ritmin e muzikës, ndërsa Rizarta duket se e pëlqen vëmendjen që po merr prej tij. Më pëlqen si kërcejmë bashkë, i thot Gjesti me një buzëqeshje të lehtë, duke e parë drejt për drejt në sy. Rizarta e sheh me një vështrim intrigues dhe i përgjigjet me humor. Më në fund dikush që e di si të kërcej mirë. Më mirë kështu se sa të rri kot. Ata vazhdojnë të kërcejnë më afër njëri tjetrit, duke tërhequr vëmendjen e disa banorëve të tjerë, të cilët fillojnë të bëjnë komente mes tyre. Nga një cep i dhomës, Egli i shikon me një shikim të ngrirë dhe duket se nuk po e pëlqen fare këtë situatë. Ajo mundohet të mos e tregoj, por është e qartë se nuk ndihet mirë kur sheh Gjestin të kënaqet më shumë me Rizartën se sa me të. Ndërkohë, Gjesti, i vetëdijshëm për vështrimin e Eglit, zgjedh ta injorojë dhe vazhdon të argëtohet me Rizartën, duke e bërë edhe më të qartë që ndjenjat e tij mund të jenë duke ndryshuar. Gjesti flet me Rozanën dhe, me një buzëqeshje ironike, i thot se të gjithë banorët e shtëpisë e kishin marrë seriozisht kur ai pretendoi se do largohej. Ai tund kokën dhe qesh me ironi, duke shtuar, ata vërtet kujtuan se unë do të dorëzohesha kaq shpejt? Nuk largohet Kingi aq kollaj. Unë e kam nisur këtë lojë për ta çuar deri në fund, jo për t'u larguar si ndonjë i dobët. Rozana e sheh me një shikim të dyshim dhe i thot, po mirë, po bën sikur nuk të prekin fare ato që thon të tjerët, por unë e di që ti e ndjen presionin. Të gjithë po flasin për ty, për lojën tënde, për mënyrën si i manipulon njerëzit këtu brenda. Gjesti e shikon me një buzëqeshje të lehtë dhe i afrohet pak, duke folur me një ton më të ulët, por plot siguri, le të flasin sa të duan. Fjalët nuk më prekin, Rozana. Unë jam ai që i lëviz fiet këtu brenda. Po ta them unë, ata janë thjesht lojtarë të vegjël në skenën time. E shohin që unë zbie lehtë dhe po çmenden nga inati. Rozana tund kokën dhe qesh me ironi, më duket se po bëhesh shumë i sigurt për veten. Kujdes, sepse kur rritesh shumë lart, rrëzimi dhem më shumë. Gjesti qesh dhe i përgjigjet, unë nuk rrëzohem, Rozana. Unë vetëm ngrihem më lart. Ata mund të më duan ose të më urrejnë, por një gjë është e sigurt, nuk mund të më injorojnë. Rozana e shikon për disa sekonda dhe pastaj largohet, duke menduar për fjalët e tij. Ndërkohë, Gjesti mbetet aty i qetë, i bindur që ai ende e ka kontrollin e lojës dhe se askush nuk mund ta nxjerrë jashtë aq lehtë sa ata mendojnë. Gjesti, me tonin e tij ironik dhe të mbushur me sarkazëm, i drejtohet Amberit me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë dhe i thot, shko var veten, se ti je budallaqe. Ai qesh, duke u përpjekur ta bëjë të duket si një shaka, por në mënyrën se si e thot, tingëllon provokues dhe i tepruar. Amber, e cila fillimisht mbetet e habitur nga fjalët e tij, e shikon me një shprehje mosbesimi dhe më pas i përgjigjet me një ton të ashpër, ti je ai që flet? Po ti s'ke tru fare. Nëse ka një budalla këtu, ai je ti. Gjesti, duke parë që Amber është hacaruar, e vazhdon ironinë e tij duke i thënë, shikoje si po më bërtet, tamam si dikush që s'ka humor. Po pse e more kaq seriozisht, moj? Unë thjesht po bëja shaka, s'është faji im që se kupton. Amber e shikon me nervozizëm dhe tund kokën me shgënjim, shaka e shaka, po ti çdo ditë bën të njëjtën gjë, gjithmonë tallesh me të tjerët dhe pastaj thua ishte shaka. Po mërzitë ndonjëherë dik me të vërtet, apo s'të intereson fare. Banorët e tjerë fillojnë ta ndjekin këtë debat me kurreshtje, disa prej tyre qeshin me mënyrën se si Gjesti tallet, ndërsa të tjerë duken të pakënaqur me sjelljen e tij. Amber, edhe pse përpiqet të duket e fortë, nuk e fshet dot bezdin që i ka shkaktuar ky koment.
Gjesti, ende duke buzëqeshur, e sheh që Amber është nxehur dhe shton edhe më shumë sarkazëm. Hajde, moj Amber, mos u bëj kaq dramatike. Ti e di që unë jam mjeshtër i lojës, s'duhet të më marrësh shumë seriozisht. Amber s'po duron më dhe largohet nga dhoma, duke tundur kokën e duke murmuritur me vete, ndërsa Gjesti vazhdon të qeshë dhe të bëj batuta për situatën me banorët e tjerë.